Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ditëzie ndahet nga jeta në moshën 55 vjeçare moderatori i njohur. Moderatori i njohur me famë ndërkombëtare, Kim Woo, i preferuar për yjet më të mëdhenj të Hollywoodit në intervista të ndryshme me Gwyneth Paltrow, Kate Hudson, Britney Spears, ai ka humbur jetën pas një betejë të gjatë me kancerin kolorektal. Burri i tij, Adel Khan, e konfirmoi lajmin në Instagram duke përshkruar një lamtumir intime dhe të dhimbshme, duke shkruar se burri i tij i dashur, miku më i mirë dhe partneri i jetës në biznes dhe në pjesën personale kishte dhënë frymën e fundit. Homazhet vërshuan nga Hollywoodi me Tori Spelling. Aktoria komentoi në postimin e saj duke shkruar që më vjen shumë keq, ai ishte një njerëz kaq i mrekullueshëm. Të gjithë yjet e showbizit ndërkombëtar janë ndier shumë të pikëlluar nga kjo humbje.